Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, thumma amma ba'd. Falenderojmë Allahun e lartësuar, ndërsa salavat dhe selamet ja dërgojmë profetit ton Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes dhe shokëve të tij dhe gjithë atyre që e kanë pasur dhe e pasojnë me mirësi deri në ringjallje. Sonte inshallah taala do ta cekim një temë e cila është shumë me rëndësi në jetën e besimtarit. Temë e cila e përcjell besimtarin çdo vepër. Prej kur i bëhen obligim veprat e deri në vdekje. Pra kjo temë ka të bëjë me ikhlasin apo sinqeritetin, që është një prej kushteve me të cilat duhet me u pranu vepra. Pra siç e dim gjithë. Fillimisht në gjuhën arabe fjala al-ikhlas do të thonë diçka e cila është e pastër nga gjëra të tjera. Do të është e pastër nga çdo sen. Ndërsa në gjuhën e shariatit fjala al-ikhlas ka për qëllim që ibadetin tënd që e bën me ja përkushtu vetëm Zotit Madhnuar dhe me u largu nga syfaqësia. Do të kjo është kuptimi i sinqeritetit në gjuhën e shariatit. Gjuhën e shariatit. Pra çdo ibadet ti që e bën, çdo vepër me të cilën pretendon se je duke u afruar drejt Allahut, duhesh me qenë i sinqert në jetën tënd, i pastër në jetën tënd, dhe ajo vepër me ju përkushtu vetëm Zotit Madhnuar. Përndryshe momentin që vepra jote ka dy qëllime, do të ka qëllim dynjas dhe ahiretet, ose e përshkruan atë veprën tënde ndaj dikujt tjetër përveç edhe ndaj Zotit, atëherë kjo nuk mbetet më sinqeritet. Fillimisht Allahu i lartësuar shumë ajete kuranore na ka porositur që të jemi të sinqert dhe na ka urdhëruar që me qenë sinqert në fjalë dhe në vepra. Një prej ajeteve Allahu i Madhnuar ka thonë: "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu-d-din." Me qenë se ata nuk janë urdhëruar, thot njerëzit për tjetër, vetëm se ta adhurojnë Allahun me një sinqeritet plot. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu-d-din. Hunafa, që do të thot, do të me fen e pastër, thot Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata, dhe ta falin namazin dhe ta japin zakatin, pra me këtë sinqeritet, wa dhalika dinul qayyim, dhe kjo është feja e drejtë. Cila është feja e drejtë? Ajo e cila do të kryhet me sinqeritet plot në Allahun e Madhnuar. Po ashtu Allahu i Madhnuar me një ajet tjetër na ka urdhëruar dhe na ka thënë: "Fad'u Allaha mukhlisina lahu ad-din walau kariha al-kafirun." Adhuroni Allahun me sinqeritet plot, pra me bindje të plot, me përkushtim të plot, edhe nëse këta e urrejnë pabesimtarët. Ka se pabesimtarët e urrejnë sinqeritetin, nga sa ata adhurojnë më shumë se një Zot, pra nuk janë sinqert. Po ashtu Allahu i Madhnuar me një ajet tjetër ka thonë: "Kul inni umirtu an a'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din." Pra e ka urdhëruar pejgamberin alayhis salatu wassalam me i thonë këto fjalë, dhe një herët na ka urdhëruar krejt ummetin e Muhammedit alayhis salatu wassalam me i thonë këto fjalë, që do të thotë: "Thuaj, un jam urdhëruar që ta adhuroj Allahun e Madhnuar me sinqeritet plot në këtë fe." Do e ka urdhëruar pejgamberin alayhis salatu wassalam me i thonë këto fjalë dhe realisht me mësu ummetit të tij në këto fjalë. Thuaj pra, un adhuroj Allahun me sinqeritet plot në këtë fe. Wa umirtu li an akuna awwal al-muslimin. Dhe jam urdhëruar që të jam i pari besimtarëve, i muslimanëve. Kul inni akhafu in asaytu rabbi yawma adhab yawmin azim. Dhe thuaj se un i frigohem nëse i bëj mëkat Zotit tem në një ditë e cila është shumë e madhe, pra dita e Kiametit. Këto ishin disa nga ajetet që Allahu i Madhnuar na ka urdhëruar me qenë sinqert. Pra të jemi sinqert në fjalë dhe në vepra. Ose fillimisht jemi sinqert në bindje, pastaj në fjalë, pastaj në veprat tona. Po ashtu pejgamberi alayhis salatu wassalam në disa prej haditheve të tina na ka porositur që të jemi të sinqert. Dhe na ka treguar se nuk ka vepër e cila bëhet nga njerëzit dhe shpreson që të pranohet te Allahu vetëm se
atëherë kur sinqeriteti është ashtu siç kërkohet dhe siç na ka porositë Allahu i Madhun. Ka tregu pejgamberi alayhi salatu vesselam dhe ka thonë se çdo vepër ka me u shpërbly te Zoti në bazë sinqeritetit dhe të njëjtit tina që e ka pas. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu vesselam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ka thonë vërtet veprat shpërblehen në bazë qëllimit, në bazë të njëjtit, në bazë sinqeritetit që kanë. Dhe çdo njeri do ta ketë te Zoti i tina ata të cilën e ka pas në jetë në zemrën e tina. Do të bazë sinqeriteti që e ka pas, ashtu vepra do të shpërblehet te Allahu i Madhun. Disa prej selefit, prej parëve tanë, ka thonë, ndodh që një vepër shumë e vogël ta rris ata në jetë i mirë, sinqeriteti i pastër. Do dikush e bën një vepër shumë të vogël. Mi po njeti i tij i pastër, sinqeriteti i tij i madh në Allahun me atë vepër e bën që ajo vepër me qenë e madhe te Allahu i Madhun. Nëse ju kujtohet njëvën ndersin që ka shku, e kem përmend një hadith ku njeriu nëse jep sadakë dhe sa një hurme, pe pasunis pastër, Allahu e pranon, kem thonë ata, siç ka tregu pejgamberi alayhis salam me dorën e tij të djathtë. Dhe e ruan ata dhe përkujdeset për ta derisa ajo të rritet sa kodrat. Ka qenë një pasuni shumë e vogël që e ke dhënë. Mi po sinqeriteti yt në atë vepër që e ke bën, e ka bën që vepra jote me u pranu te Allahu i Madhun dhe Allahu mu përkujdes për ta dhe me jashtu se vapët asaj vepre për shkak sinqeritetit tan, dhe kur dalsh ditën e gjykimit ke me pas se ajo punë shumë e vogël që ka qenë në synin tan, në peshorën ditën e kiametit ka me peshu sa kodrat. Kjo është rëndësia e sinqeritetit që ka tregu pejgamberi alayhi salatu vesselam. Po ashtu pejgamberi alayhi salatu vesselam në një hadith tjetër ka thonë, inna Allaha la yaqbalu min al-amali illa ma kana lahu khalisan wabtughiya bihi wajha Allah. Ka thonë Allahu i Madhun nuk e pranon asnjë vepër. Allahu i Madhun nuk e pranon asnjë vepër vetëm se ato e cila ka qenë e sinqert, do të ajo vepër e cila ka qenë e sinqert, edhe e cila ka qenë vetëm për hir të Allahut të Madhun, për fytyrën e Zotit të Madhun. Përndryshe nëse vepra nuk është me këtë kusht, atëherë vepra është e refuzuar nga ana e Allahut të Madhun, siç ka thënë Allahu i Madhun me një hadith kutsi, men amila amalan ashraka fihi ma'i ghayri taraktuhu wa shirka. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu vesselam, pra në këtë hadith kutsi që e transmeton prej Zotit të Madhun, ka thonë ai i cili e bën një punë dhe në atë punë më shoqëron mua me dikant tjetër, ka thonë Allahu i Madhun. Thotë unë kumlon ata edhe e kumlon punën e tina. Që edhe me kuptu se vepra e tij që e ka bën, me cilën e ka përzi Allahu në Madhun me dikant tjetër, është e refuzuar te Zoti. Dhe ajo është sikur mos më ekzistu fare. Përkundrazi, ka mu dënu për atë vepër cilën do të e ka bën edhe për dikant tjetër, jo vetëm për Allahun e Madhun. Për këto ishin disa nga hadithet që pejgamberi alayhi salatu vesselam na ka treguar për rëndësinë e sinqeritetit pra në jetën e besimtarit. Nëse kthehemi në jetën e të parëve tanë, do të dietarëve të selefit, ata që kanë qenë para neve, e shohim se kanë kuptuar shumë thellë se çfarë do të thotë njeriu me qenë i sinqert. Çfarë do të thotë që vepra e tina me qenë e sinqert. Saqë nëse nalmin histori dhe shiqojmë se çfarë kanë përjetuar ata, çfarë sinqeriteti kanë pas, ndoshta ne nuk mujmë me imagjinu se një njeri mund me arrit atë shkallë. Fillimisht, po e cekim në fjalë të Ibn Qayyimit, Allah e mëshiroft, i cili ka thonë, na i ka pru një shembull shumë thjesht me e kuptu se çka do të thotë nëse njeriu vepron edhe s'është i sinqert. Ka thonë ai i cili e bën një punë, mi po nuk është i sinqert në punën e tina, thot është i njëjtë sikur një person i cili është duke ecë në shkretin. Edhe çka bën? E merr i mbush kunat e tina ose kpucat e tij apo çorapët e tij me zall që më ju ranu kom, do të më ju ranu ecja, mi po realisht për i kësaj s'ka kur çfarë përfitimi. Çfarë përfitimi ka nëse një njeri i mush çorapat e tij me zall dhe ecë shkretin?
s'ka kur çfarë përfitimi. I njëjtë është ai i cili e bën një vepër, mi po në veprën e tij nuk është i sinqert. Do të vetëm mundin e veprës e ka, do të mundohet me bën atë vepër, ndërsa sevapin nuk e ka te Zoti i Madhnuar. Për shembull, një njeri agjeron ton ditën. Mirë, po cili është qëllimi i tij? Qëllimi i tij është me i thonë tjerë se po agjeron. Ndërsa realisht nuk agjeron pse është obligim, pse është farz me agjeru. Tashti që ky person çfarë ka bën? Ka përjetu vetëm do të mos ngrënien e ushqimit, edhe mos pirjen e ujit ose gjëra të tjera. Ndërsa shpërblimi nuk i ekziston te Allahu i Madhnuar. Pse? Qase nuk ka qenë i sinqert në veprën e tij. Është sikur ai i cili ecën në shkretin, edhe i mbush këmbët e tij me zall për më ju ranu këmbët, mirë por realisht për kësaj nuk ka kur çfarë përfitimi. Po ashtu nëse shohim raste të tjera tek selefi, do të çuditemi se sa kanë qenë sinqert dhe sa i kanë kushtuar rëndësi sinqeritetit. Në Khuli Allah më shirov, një dietari hershëm ka thonë, nëse njeriu është i sinqert 40 ditë, jo më shumë. Nëse njeriu thotë është i kujdesshëm ndaj sinqeritetit vetëm 40 ditë, thotë do ta sheh se pe gjuhës tina ka me dal vetëm ursi. Pe gjuhës tina ka me dal vetëm ursi, fjalë turta, fjalë cilat do të zonë vend tek tjerët. Kjo është vlera e sinqeritetit që e kanë pa të partë ta. Ndërsa Ibn Uyeyne, Allah e mëshiroft, po ashtu një dietar tjetër, në transmetu një rast prej tina, i cili në jep me kuptu se sa ka qenë ky njeri i sinqert. Ibn Uyeyne ka qenë pej dietarëve të hadithit, pej dietarëve të mëdhaj. Dhe ka pas ato mexhliset e dienis që ju ka dhënë tjerëve dieni dhe ka transmetuar hadithe pej pejgamberit alayhis salam. Edhe her pas here kur është përmend pejgamberi alayhis salam ose në ngjarje që ka ndodhur mes pejgamberit dhe shokëve tina, i kanë rrjedh lot pej dashunisë që ka pas ndaj pejgamberit alayhis salam dhe dashunisë që ka pas ndaj shokëve të pejgamberit alayhis salam. Do t'ju ka çajt në mesin e turmës, në mesin e talebëve tina. Çfarë ka bën? Nuk ka dash me u tregu para tjerëve që unë pej dashunisë ndaj tyne po më qahet. E ka marrë atë farë qallmë, nëse që i thojmë në atë shallën që e lidhin karugova këtu tek ne, edhe i ka fshin syt me ta. Dhe ka thonë, me të vërtet ky grip është shumë i rëndë, ose kjo flamë është shumë e rëndë. Do të më javë tërhek vëmendjen tjerëve që mos mendojnë se unë jam të qajt për dashuninë që kam ndaj pejgamberit alayhis salam ose dashuninë që kam ndaj shokëve të pejgamberit alayhis salam. Ky ka qenë sinqeriteti i të parëve ta. Do denket mas kanë qenë sinqert. Po ashtu një rast tjetër transmetohet prej Mansur ibn Mu'tamir, i cili ka qenë një halife, tregohet për këtë njeri se ka fal namaz ton natën. Ka fal namaz ton natën, do të namaz natës, nafile. Mirë po zakonisht, kur njeriu fal namaz gjatë natën, në mëngjes vrehet lodhja do të në trupin e tina, edhe në ftyrën e tina, në të folmën e tina, në çdo sen vrehet që është i lodhën. Çfarë ka bën ky person? Kur ka dalë dhe ja ka fal sabahin muslimanëve, mas namazit sabahit ja ka nis me fol rregullisht, vazhdimisht. E ka shfaqë energjinë e tina mas namazit sabahit. Për çfarë arsye? Në mënyrë që mos ta vrej njerëzit se është i lodhën pe namazit. Mi po let menoj njerëzit se ky person ka pushu ton natën. Dhe tash në mëngjes është i shkath, fol pa ndërprer, do të nuk e nxen xhumi. Pse e ka bën këta? Mos me mendu tjerë se ky pas ka fal namaz natë. Me mshef namazin e natës pe tjerëve, me mshef ibadetin e tij pe tjerëve, mos me di tjerët, e ka bën këtë vepër. Kjo do të thotë se ai ka qenë i sinqert. Kjo do të thotë se sinqeriteti i tij e ka pushtuar zemrën. Dhe nuk ka dash që vepra e tina të mirët vesh tek njerëzit. Mi po ka dash që vepra e tina të jetë sekret, derisa ta takon Zotin e Madhnuar. Dhe kur ta takoj Zotin e Madhnuar, pastaj ai ta shpërblej për veprën të cilën e ka bën. Është treguar se ata të cilët nuk janë sinqert, ata të cilët i bojnë veprat për dikant tjetër, jo vetëm për Allahun e Madhnuar, kur të ringjallën ditën e Kiametit, dhe dalin para Allahut Madhnuar, Allahu do t'ju thotë, shkoni merrni veprat për ata të cilët i keni bën.
Ose shkoni kërkoni pe aty në shpërblim. Mos kërkoni prej me shpërblim. Pse? Ka se vepra jote nuk ka qenë për Allahun, atëherë është e padrejtë që me kërku të shpërblim pe Allahut të madhnuar. Allahu na ruaj. Po ashtu një ngjarje tjetër shumë interesant e tregon bashkëshortja e Hasan ibn Abi Sananit, një dietar i cili ka qenë i hershëm. Thot kjo bashkëshortja e këtij dietari, thot më ka mashtru mu e burri jem ashtu siç e mashtron nana fëmijën. Çfarë ka bëu ky person? Gënë vllazni. Nuk ka dash që adhurimi i tij me u marr vesh as në familjen e ngushtë, as gruaja e tij s'ka dash me ditë për adhurimin që e ban burri. Kaq sinqert kanë qenë. Thot ka ardhur ka ra me mua në shtrat, derisa më ka vrejtë që kum fjet. Pastaj thot është zgju ngadale dhe ka dalë në dhomën tjetër dhe ka fal namaz deri në mëngjes. Ai kështu ka menduar, edhe pse gruaja vet realisht e ka zbuluar një gjatë tillë. Mirë, po kjo është vepra e tina, cilën ka dash me mshef edhe pe gruas vet, që ka flet me një shtrat me ta. Dërsa ne sa çfarë shohim, ne nëse e bëjmë një vepër, mundohemi që vepra jon me dalë në këtë kanalet televizive që me u pa, se unë e bana këtë vepër ose atë vepër. Allah i na ruaj. Allah i na ruaj nga syfaqësia. Për këtë arsye muslimani do të më koni sinqert dhe do të më i marr shembuj këta dietar dhe këta ibadetxhi që kanë qenë para neve, se si ata kanë qenë sinqert në veprën e tyre. Po ashtu një rast tjetër nga një ibadetxhi i madh i cili ka qenë do të më herët Muhammed ibn Ishaq, Allah e pasmëshiroft, tregon se Ali ibn Husejni e ka bën një vepër shumë të madhe. Edhe aq i sinqert ka qenë në veprën e tina, sa që nuk është kuptu sinceriteti i tij dhe vepra e tij derisa ka ndru jetë ky person. Çfarë ka bën? Tregon ky Muhammed ibn Ishaq, i thot se thot një grup i banorëve të Medinës, thot ju ka ardhur ushqimi vazhdimisht, ndërsa nuk e kanë kuptuar se nga po vjen ai ushqim. Deri kur derisa ka vdek ky ibadetxhi, Ali ibn Husejni. Kur ka vdek ky person, është nal ushqimi. Edhe kanë vrejtë se ushqimi pas ka ardhur përmes këtij personi. Ky çfarë ka bën? Kur kanë pushuar njerëzit, kanë hina për shtëpitë veta, ka marrë ky me shpinën e tina dhe ka bajt ushqim dhe ju ka dërguar këtyne familje. Dhe nuk e ka kuptuar askush. Derisa ka vdek ky person, ka ndru jetë. Kur ka ndru jetë, e kanë kuptuar se ai i cili e ka sjell ushqimin ka qenë pikërisht ky. Dhe thuhet se ai i cili e ka pastruar kufomën e tina, shenjat thot e thazve ose të ushqimit që e ka bajt në shpinën e tij, ja ka vrejt në shpinë. Nga se vazhdimisht ka bajt ushqim. Kaq i sinqert ka qenë sa që nuk ka dash me e kuptu këta askush. Dhe Allahu ja ka mundsuar një gjatë tillë. Nuk e ka kuptu askush derisa ai ka ndru vjet dhe ka dalë te Allahu i Madhnuar me këtë vepër shumë madhështore që kanë qenë shumë i sinqert ta. Rastet nga selefi janë shumëta. Mi po ne do t'i cekim edhe disa prej tyre inshallah taala. Tregohet për Ibn Qaisin, Allah e mëshiroft, e agjeru 20 vite. Ndërsa këta nuk e ka ditë as gruaja e tina. 20 vite ka agjeru nafile. Ndërsa për këtë vepër as gruaja e tij nuk e ka ditë. Po ashtu transmetohet prej Davud ibn Abi Hindit, i cili ka agjeru 40 vite, edhe 20 vite më shumë se ky. Edhe këta nuk e kanë ditë as familja e tij. As gruaja e tij se ka ditë. Çfarë ka bëu ky person? Ky ka qenë punë. Nëse s'gaboj ka qenë këpuctar. Kur ka dalë mëngjes, e ka marrë ushqimin me vete. Kinse me ngran mëngjes. Të shku rrugës në punë, ushqimin që e ka marrë në shtëpi e ka dhënë sadak. Ja ka dhënë ditë varfuri. Dërsa në mbrëmje u kthyi ka hangër bukë tek shtëpia. Dhe kështu 40 vite ka agjeru, duke mos e ditë as baba i tij, as nana e tij, as bashkëshortja e tij. Ky ka qenë sinqeriteti i të parëve tonë. Veprat e tyne kur i kanë bën,
kanë dashur që me i ditë vetëm Allahu i madhun. Jo me i ditë dikush tjetër. Nga se kur dikush tjetër i di veprat tua, pastaj shejtani të bën vezvese ty. Dhe thot në rregull ti mos ju kallëzo për syfaqësi, po kallëzoje që të marrin shembull. Kështu shejtani do të fillon lojën me ty. Fillimisht thot banu shembull për tjerë. Pastaj kur çtin me i tregu veprat e tua, pastaj fillojnë procedura të tjera, Allah i na ruaj, derisa ta mposht veprën tënde me syfaqësi. Kur e mposht do të veprën tënde, atëherë thot un jam i pastër dhe un jam larg teje se unë i frigohem Zotit. Qysh ka ardhur në Kur'an kur na tregon Allahu ngjarjen e shejtanit me njerëz me pasardhësit e Ademit alayhis salam, thot shejtani i bën njerëzve deri në kufër. Do të ishte me bë vepra të këqija derisa të bëjnë mosbesim. Kur të bëjnë mosbesim, çfarë ju thot? Thot un jam i pastër për juve. Thot un i frigohem Zotit. Kështu shejtani vepron me njerëzit. Për këtë arsye besimtari duhet të jetë i sinqert. Duhet që sinqeritetin ta ketë gjithmonë parasysh. Po ashtu Fudail ibn Iyadi, Allah e mëshiroft, na i ka treguar një shembull shumë interesant. Dhe na i ka treguar se çfarë do të thotë nëse njeriu realisht nuk është i sinqert, mi po veprat e tia dokën që ky njeri është i sinqert. Çfarë thot? Thot shembulli i këtij personi është si shembulli i një gjaje e cila është mbështjellur me ngjyrari. Mi po brendia e tij thot është nga druni. Do të pe jashtë e shen ngjyrari. Menon se është shumë i çmum. Menon se ka vlerë shumë. Mi po nëse e merr atë gjallë dhe ndan dy pjesë, e shen se mrena është bosh. Është drum, nuk ka asnjë vlerë. Kështu është kur vepra nuk është e sinqert. Mrena ka diçka tjetër, ndërsa jashtë është komplet diçka tjetër. Dhe për fund, po du me cek një hadith që ka tregu pejgamberi alayhi salatu wassalam për 3 kategori njerëzish në ditën e Kiametit. Dhe cili ka me qenë dënimi i tyne në ditën e Kiametit. Edhe pse në këtë botë sa kanë qenë 3 kategoritë që njerëzit i kanë marrë shembull. Njerëzit ja u kanë bërë me gish drejt tyne. Dhe ka tregu pejgamberi alayhis salam se me këta ka me undez zjarmi i xhehenemit, Allah i na ruaj. Ka thonë i pari prej tyne është dietari, ai i cili e ka mësu Kur'anin, e ka mësu fenë e Zotit mënu. Edhe del para Allahut ditën e Kiametit dhe e pyet Allahu i manum, siç ka tregu pejgamberi alayhis salam, se Allahu ka mi fol çdo personi veç pa përkthyes. Po çfarë ke bën me dijen që ta kum dhon tyje? Po ti kum thirr njerëzit në fe, ja kum mësu tjerëve Kur'anin, ja kum mësu tjerëve hadithin. Thot po gënjen. Allahu i manum i thot po gënjen. Thot ke mësu që tjerët më thonë se filani po di. Ke kënu Kur'an mirë, më thonë se filani po kënon Kur'an mirë e kështu me radhë. Dhe ju urdhron me laqet, edhe thot gjune në xhehenem, Allah i na ruaj. Dërsa në këtë botë kush ka qenë ky? Ka qenë ndoshta profesor, doktor, akademik, këj titujt i ka pas. Mirë po në botën tjetër, është pejt parve që hudhet në xhehenem. Cila është arsyeja? Pikrisht është sinqeriteti i tina që nuk ka qenë rregull. Do të sinqeriteti i tina nuk ka ekzistuar. Gase me ditunin që e ka marrë, ka pas për qëllim arritjen këtë botë, jo arritjen në botën tjetër. Vjen i dyti një njeri që Allahu i ka onë pasuni shumë. Dhe pyet Allahu i manum, dhe çfarë ke bën me pasunin që ta kum dhënë? Thotë o Zot, nuk kum lënë vend ku është dashur me dhënë, vetëm se kum dhënë për hir tonë. Allahu ja kthen edhe këtij prapë thotë po gënjen. Ke dhënë që tjerët më thonë, filani po ep. Thotë veprën ti që e ke bën nuk ka qenë sinqert. Ka qenë për syfaqësi, ka qenë për më të pa tjerë, ka qenë më të lavdru tjerë. Jurnon me lajke dhe thot, merrni dhe hudhni në xhehenem.
Allahu na rujt. Vjen kategoria e tretë ose personi i tretë, ai i cili e ka fliju veten për hir të Allahut. Ai i cili është vrarë në luftë, në front, të luftu. Po cili ka qenë qëllimi i tij? Nuk ka qenë qëllimi që më ngrit fjala e Zotit, edhe ky me fitu shahidllakin. Po qëllimi i tij ka qenë që tjerët me i thonë filani shumë po lufton fort. Filani nuk po mujnë me mposh 2-3 vet. Filani shumë trim. Filani kështu. Do të ky ka qenë qëllimi i këtij personi. Dhe sinqeriteti i tij s'ka qenë i pastër. Vepra e tij nuk ka qenë për Allah, po ka qenë për lavdata. Atëherë Allahu i urdhon me lajket dhe thot, merrni dhe hudhni në zjarr. Dhe me këto 3 kategori njerëzish ka më ndes zjarr me xhehenemit, Allahu na ruaj. Ku është problemi i tyne? Esenca e gabimit tyne ku ka qenë? Pikrisht ka qenë sinqeriteti. Nëse nuk kanë qenë sinqert në veprat e tyne. Ka marrë dituni jo për Allah, me mri pozitën këtë dënja. Ka dhënë pasuni jo për Allah, mi po tjertë me i thonë se po ep, dhe ka luftu e ka fliju jetën e ti, me i thonë tjertë se është trim, ose ka qenë luftëtare kështu me radhë. Mirë po, përfundimi i tyne është në xhehenem, Allahu na ruaj. Për këtë arsye sinqeriteti është një gjë shumë me rëndësi në jetën e besimtarit. Nuk guxon që ta bëjnë qoftë një vepër pa sinqeritet. Edhe për këtë arsye pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë me një hadith, nga ajo më shumti që frigohem për ummetin tim, ka thonë është shirku i msheft. E kam pyet sahabit, ka thonë çfarë është shirku i msheft o i dërguari i Allahut? Ka thonë është syefaqësia. Për këtë arsye është frigu pejgamberi alayhis salam për neve. Është frigu, më shumë ti kanë që frigohen për ummetin tëm, është shirku i msheft. Kush është cili është shirku i msheft? Pra pikërisht është syefaqësia. Me i bën veprat për syt njerëzve, jo për hir të Allahut mënu. E lutim Allahun e lartësuam që të na bëjë prej atyre që janë sinqert. Nëse sinqeriteti ka qenë cilësie pejgamberëve. Allahu në shumë ajete kuranore e ka cek për Jusufin alayhis salam, për Musën alayhis salam, për pejgamber tjerë, çfarë ka thonë? Ai është prej robërve tanë sinqert. Ai është prej robërve tanë sinqert. Do të radhazi i ka cek, kur ka cek punë të pejgamberëve, në fund ka tregu se kanë qenë prej robërve tanë sinqert. E lutim pra Allahun që të na bëjë edhe neve prej robërve të tij sinqert dhe të na bashkojë me robërit e tij sinqert në këtë botë dhe në botën tjetër kur do dalim para tij. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.